kur do të publikohet kënga e Brikena Selmanit? Ish banorja e Big Brotherit, Brikena Selmani, ka qenë pjesë e Top Arenas, ku ka patur një rubrik të saj dhe çdo mbrëmje ka patur të ftuar të ndryshëm. Pas përfundimit të programit sportiv, Brikena ka dhënë një intervistë për She's on Air në Top Albania Radio. E pyetur se si është dukur ky rrugëtim, ajo u shpreh se është shumë e lumtur dhe se ka mësuar shumë. Më pas tregoi se kënga e saj nuk do të dalë tani së shpejti, por brenda verës. Top Arena mbaroi, si ju duk ky rrugëtim, u pyet ajo? Brikena tha, unë jam shumë e lumtur për këtë rrugëtim se kam mësuar shumë. Ka qenë eksperienca ime e parë dhe ja kam dalë shumë mirë. Faleminderit të gjithëve që më kam mbështetur e shikuar. Jam shumë e lumtur që kam bashkëpunuar me Manushin, Mateon, Franceskën dhe të gjithë ekipin e Top Arena. Është vërtet një ekip i madh që tërkohës përkushtohet dhe nxjerr më të mirën për ne. Një gjë tjetër që kam thënë është se do të publikoj këngën time, por që kënga ime nuk do të publikohet tani, po më vonë, tha ajo. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.